investimeve mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor që organizohet për herë të parë dhe që do të mikpres një numër të konsiderueshëm sipërmarrjesh nga i gjithë rajoni dhe synojmë që ta kthejmë në një traditë në vitet në vijim. Me presidentin kemi pasur një bashkëbisedim që ka prekur të gjitha temat e interesit të përbashkët dhe natyrisht që për ne mbetet një moment shumë i rëndësishëm dhe që ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë fakti që Presidenti dhe Komisioni aktual i japin një rëndësi të posaçme Ballkanit Perëndimor dhe i japin një vëmendje të posaçme procesit të përafrimit të vendeve tona me Ballkanin Perëndimor. Dhe në këtë aspekt kemi folur për ecurinë e procesit të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, një proces që në këndvështrimin ton, por edhe në sa unë dëgjova nga presidentja është duke ecur me shumë barësi dhe me shumë shpejtësi. Dhe nga ana tjetër, folëm patjetër edhe për planin e ri të rritjes që Bashkimi Evropian, Komisioni, nën udhëheqjen e presidentes von der Leyen i ka vënë në dispozicion Ballkanit Perëndimor, duke i dhënë mundësinë çdo vendi që përkundër agjendës së reformave dhe realizimit të objektivave në kuadrën e agjende të financohet nga Bashkimi Evropian në mbështetje të thellimit të mëtejshëm të reformave. Dhe më vjen shumë mirë që edhe në këtë pikë morëm një vlerësim shumë pozitiv nga ana e presidentes dhe do vazhdojmë të kryejmë me përpikmëri dhe me shumë këmbgulje të gjitha detyrat që kemi marrë përsipër. Kemi folur po ashtu për forcimin e bashkëpunimit në rajon dhe për forcimin e sigurisë në rajon, duke pasur parasysh domosdoshmërinë që të lidhemi shumë më fort në funksion të qenies sonë në mes, jo thjesht të Europës, po dhe në zemër të Bashkimit Evropian nga një pamje gjeografike dhe në funksion të nesërmes tonë që është në Bashkimin Evropian. Patjetër që kemi prekur dhe çështjen e rezistencës së Ukrainës ndaj agresionit rus dhe edhe në këtë pikë jemi plotësisht dakord që duhet vazhdojmë të mbështesim pa rezervë Ukrainën, sepse aty në të vërtet përveç të tjerash zhvillohet dhe një përplasje mes një mënyre të parit botës dhe të kuptuarit të bashkëjetesës bazuar mbi parimet dhe vlerat e Bashkimit Evropian dhe të Europës demokratike dhe një mënyrë krejt tjetër të parit botës që i sfidon dhe i kërcënon këto vlera dhe këto parime. Kjo ishte pak a shumë një përmbledhje e shkurtër që unë mund të bëj, duke shprehur një falënderim të posaçëm për Komisionin Evropian, jo për protokoll apo për formalitet, po për faktin që puna që ne po bëjmë
për të çuar përpara proceset e brendshme të lidhura me reformat, të lidhura me kapitujt e negociatave, nuk do të ishte dot e suksesshme siç është deri më tani pa mbështetjen e vazhdueshme të komisionit dhe të gjithë partnerëve brenda komisionit që ndërveprojnë çdo ditë me ekipin tonë. Dhe sigurisht e falenderoj presidenten von der Leyen për jo vetëm faktin që rikthehet në rajon dhe që rikthehet në Shqipëri, po për faktin që rikthehet e palëkundur në mbështetjen e procesit të antarësimit plot të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.